Shikues të nderuar, ju përshëndes, jemi në minutat e ditarit informativ në RTS Gjirokastra, kundër të tjera sot, të keni mundësinë të ndiqni. Rreth 20.000 pensionistë në qarkun e Gjirokastrës kanë nisur të tërheqin bonusin veror prej 5.000 lekësh të akorduar nga qeveria. Shpërndarja e bonusit po kryhet pranë filialeve të postës shqiptare, ndërsa përfitues janë pensionistët që marrin pension pleqërie, invaliditeti dhe pensione të tjera sipas kategorive të përcaktuara. Përmeti po përjeton një sezon turistik mjaft pozitiv. Gjatë 6 mujorit të parë të këtij viti, mbi 20.000 turistë vendas dhe të huaj kanë vizituar qytetin, të tërhequr nga natyra, trashëgimia kulturore dhe mikpritja karakteristike e zonës. Saranda po përjeton një sezon turistik më të suksesshëm se vitin e kaluar, me një rritje të vazhdueshme të numrit të vizitorëve. Turistët e huaj po preferojnë gjithnjë më shumë ushqimet dhe produktet tradicionale, ndërsa bizneset për shkak të mungesës së fuqisë punëtore janë mbështetur edhe tek punonjësit e huaj për të garantuar cilësinë e shërbimeve gjatë sezonit veror. Për më shumë se 50 vjet, tingujt e Gajdes kanë qenë pjesë e pandare jetës së Ismail Toçkës nga Librazhdi. Me pasion dhe përkushtim ai vijon të ruaj një nga instrumentet më të vjetra të muzikës popullore shqiptare, duke përcjell një traditë që rrezikon të humbas me kalimin e viteve. Ju njohim tani më gjërësisht. Rreth 20.000 pensionistë në qarkun e Gjirokastrës kanë nisur të tërheqin bonusin veror prej 5.000 lekësh të akorduar nga qeveria. Shpërndarja e bonusit po kryhet pranë filialeve të postës shqiptare, ndërsa përfitues janë pensionistët që marrin pension pleqërie, invaliditeti dhe pensione të tjera sipas kategorive të përcaktuara. Nga dita e sot me ka nisur shpërndarja e bonusit të verës prej 5.000 lekësh për pensionistët e akorduar nga qeveria. Në qarkun e Gjirokastrës janë rreth 20.000 përfitues, të cilët po i drejtohen filialeve të postës shqiptare për të tërhequr këtë mbështetje financiare. Mora komplet pensionit që kisha dhe bonusin. Një farëndime për pensionet e ulta, një farëndime. Si do qoftë, duhet akoma, po kaq ka mundësi qeveria, kaq jep çfarë thuash. Pak për ne pensionistët është, po ne duam të na rriten çik pensionet. Kjo ndihmë e mirë është, po të shtohet edhe pak. Unë vajta mora lekët të keqe motra jote atje, na dha dhe atë bono, ti ro faleminderit shumë. Se nuk kemi të keqe motra, unë jam e i vajzë invalide dhe vetëm burim ka vdeku s'kam njeri, jam ato prisë, ndaj mor, jam e ripekun mes, jam e sëmure. Po ta shtohet e një që të bëj qam e ti, 3% qa janë. Ti gjigja 3.000 lekë, 5.000 qa, do marrë me 5.000 lekë unë dërman. Ajo është një dime mirë, po ta shtojnë edhe pak më mirë. Ajo është më mirë. Kjo faleminderit duhet të na ndihmojnë gjithmonë se pleqemi. Duhet një çik më të ngritur pensionin se nuk na del. Janë çmimet shumë të ngritura, edhe ne nuk na del. Ç'të bëjmë me këto me 230.000 lekë mirë? Ja sot mora një çik më shumë. Ky bonus synon të lehtësoj sadopak kostot e përballimit të jetesës gjatë sezonit veror për pensionistët. Përmeti po përjeton një sezon turistik mjaft pozitiv. Gjatë 6 mujorit të parë të këtij viti, mbi 20.000 turistë vendas dhe të huaj kanë vizituar qytetin të tërhequr nga natyra, trashëgimia kulturore dhe mikpritja karakteristike e zonës. Mbi 20.000 turistë vendas dhe të huaj kanë zgjedhur të vizitojnë Përmetin gjatë 6 mujorit të parë të këtij viti, duke rënditur qytetin mes destinacioneve më të preferuara turistike në jug të vendit. Jemi nga Anglia, kemi 2 javë në Shqipëri dhe prej disa ditësh po vizitojmë Përmetin. U ndalëm në qendrën Info Point në qytet dhe aty morëm informacion mbi destinacionet kryesore, po kënaqemi shumë këtu. Përmeti po më pëlqen shumë, është një vend që ma kishin sugjeruar disa miq, dhe kur erdha këtu, u befasova nga gjithçka. Vendi, ushqimi, shërbimi dhe akomodimi ishin super. Një ndalesë e rëndësishme për shumë vizitorë janë pikat e informimit ku marrin orientimin për destinacionet që mund të vizitojnë, aktivitetet që zhvillohen në zonë, si dhe shërbimet që ofron qyteti.
Vim pak të orientuar për qytetin e Përmetit, kam pak informacion, por ne u vim në ndim, janë disa punonjës të zyrës informacionit që i ndihmojnë duke u në dispozicion harta, duke dhënë informacion për kishat shumë vjeçare që ndodhe këtu në Përmet, duke dhënë informacion për ligjat e bënjës që janë mjaft të bukura dhe kurative, dhe duke dhënë informacion për ushqimet tradicionale që gatuajnë në restorantet dhe lokalet në qytetin e Përmetit. Pejsazhet natyrore, pasuria historike dhe kulturore, kuzhina tradicionale, por mbi të gjitha, mikpritja e banorëve, vijon të tërheq çdo ditë vizitor të rinj. Nga urat dhe kanjonet e Langaricës, te ujërat termale të Bënjës e deri te qendra karakteristike e qytetit, Përmeti ofron një kombinim të veçantë për ata që kërkojnë natyrë, qetësi dhe traditë. Saranda po përjeton në një sezon turistik më të suksesshëm se vitin e kaluar me një rritje të vazhdueshme të numrit të vizitorëve. Turistët e huaj po preferojnë gjithnjë më shumë produktet dhe ushqimet tradicionale, ndërsa bizneset për shkak të mungesës së fuqisë punëtore janë mbështetur edhe tek punonjësit e huaj për të garantuar cilësinë e shërbimeve gjatë sezonit veror. Sezoni turistik ka nisur me ritme të larta në Sarandë, ndërsa numri turistëve po shënon rritje krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar. Administratorët e bizneseve në qytet raportojnë se fluksi i vizitorëve po shtohet nga muaj në muaj, duke sjellë më shumë gjallëri në sektorin e turizmit dhe shërbimeve. Sipas përfaqësuesve të bizneseve, turistët e huaj po tregojnë interes të veçantë për produktet dhe ushqimet tradicionale shqiptare. Po në vjet e përgjithshme fluksi pak a shumë ka qenë i njëjti. Normalisht sa kalojnë muajt vjen duke u rritur, derisa vjen në kulmin pastaj gjatë muajve korrik dhe gusht. Të huajt duan të provojnë pjatat që kemi ne, domethënë ushqimin tradicional, ajo është gjëja e parë, preferenca normalisht peshku, sepse afër detit normalisht kryesisht në të mëngjes kemi futur trahanan edhe petlla tradicionale, që të huajt i preferojnë jashmase shumë dhe ecin më shumë se omeletat ose gjërat tradicionalisht që shërben për mëngjes. Fluksi ka filluar dhe më herët me këtë dhe duket shumë mirë. Premisat janë që si vjet ketë më shumë turista nga viti që kaloi dhe duket shumë mirë. Ka ecur mirë. Besojmë se po që do jetë më i mbar nga viti që kaloi. Do ketë më shumë njerëz. Nga prurja që po shohim, po vi më shumë turista. Po duan dhe gatime tradicionale, por kanë qef edhe peshk, frutat deti, midjan që është e sezonit. Të gjitha që kanë varet nga turistat nga cila zonë janë edhe i preferojnë gjitha ushqimet. Rrisi jo, po pjata të ndryshme në mënyra të ndryshme të gatuarit dhe në bazë të kërkesave që na vinë kemi hasur nga viti kaluar dhe mundohemi të përmirësojmë për këtë vit që jemi për këtë sezon. Për të përballuar rritjen e kërkesës gjatë sezonit turistik, bizneset kanë investuar jo vetëm në përmirësimin e cilësisë së shërbimeve, por edhe në zgjerimin e stafit. Për shkak të mungesës së fuqisë punëtore vendase, shumë subjekte janë pajisur me punonjës të huaj, kryesisht nga vendet e Azisë dhe India, të cilët po kontribuojnë në mbarvajtjen e aktivitetit turistik gjatë muajve të verës. Tashmë jemi plotësuar me stafin, kemi disa kohë në fakt, na ka ndihmuar shumë edhe ardhja e punëtorëve të huaj nga jashtë që ta mbarojmë ta kompletojmë. Meqense vitet e kaluara kemi hasur vështirësi në gjetjen e punëtorëve vendas, jemi detyruar që të marrim punëtorë nga jashtë, edhe të kompletojmë vendet vakante që kishim të lira për punë. Kryesisht nga cilat vende janë? Po shumica janë në Azia, na Myanmari, Filipinet, si vjet kemi edhe një fluks në India. Kemi më shumë staf të huaj dhe mundohemi që të kemi sa më shumë njerëz që të shërbejmë dhe më shpejt dhe më mirë, që klientët ikin sa më të kënaqur. Ndërsa vera avancon, pritshmëritë e biznesit turistik në Sarandë mbeten pozitive. Rritja e numrit të vizitorëve dhe interesi vazhdueshëm i turistëve për destinacionin pritet të ndikojë në një sezon të suksesshëm, duke forcuar më tej rolin e qytetit si një nga pikat më të rëndësishme turistike në jug të Shqipërisë. Galeria e Arteve në Sarandë po tërheqë një numër të lartë vizitorësh vendas dhe të huaj. Turistët që vizitojnë qytetin e kanë përfshirë galerinë në agjendën e tyre duke shfaqur interes për veprat e ekspozuara. Sipas drejtorit Lefter Çako, pritshmëritë për këtë sezon janë më të larta, ndërsa galeria vijon të luajë një rol të rëndësishëm në promovimin e artit dhe kulturës në qytet.
Saranda vazhdo të tërheq turist nga vende të ndryshme të botës, të cilët krahas bukurive natyrore dhe trashëgimisë kulturore zgjedhin të vizitojnë edhe galerinë e arteve të qytetit. Galeria është kthyer në një nga pikat më të rëndësishme kulturore, duke mirëpritur çdo vit një numër të madh vizitorësh vendas dhe të huaj. Veprat e ekspozuara zgjojnë interes të veçantë tek ardashësit, të cilët kanë mundësinë të njihen nga afër me krijimet e autorëve të ndryshëm. Fluksi i vizitorëve mbetet i lartë gjatë sezonit turistik, duke e bërë galerinë një destinacion të rëndësishëm në agjendën e turistëve që vizitojnë Sarandën. Galeria si pjesë e grupin muzear të qytetit Sarandës, krahas Muzeut të Traditës, Muzeut Arkeologjik, të aseteve të tjera me vlera që ka qyteti jonë, të bazilikës, sinagogës, të lëkurësit, të 40 shenjtorëve, as diskutohet që Butrindi është pjesa me vlera në këtë vend, po edhe galeria bëhet pjesë në menun e përditshme të vizitorëve. Tani që intensiteti vizitorëve është rritur, duket qartë që edhe në mëngjes, edhe në mbasdite vizitohet galeria. Pra dhe për atë gjë neve kemi ndërtuar një orar, një program që kemi hapet galeria në orën 10 dhe mbyllet në orën 10 të darkës. Kjo do të thotë është diktuar nga lëvizja, nga interesi turistik i qytetit tonë. Dhe larmia e vizitorëve, domethënë të moshave të ndryshme, duke filluar që nga familjarët. Vinë me gjithë fëmijët, vinë grupet e tjera, vinë vizitorët që vinë nga kroqerat të varkave. Sipas drejtorit të Galerisë së Arteve Lefter Çako, pritshmëritë për këtë sezon janë edhe më të larta. Ai shprehet se interesi në rritje për artin dhe kulturën po sjell gjithnjë më shumë vizitor, ndërsa galeria synon të ofrojë aktivitete dhe ekspozita të reja për të pasuruar përvojën e publikut. Unë galeri shoh që është më mirë se vitin që ishte. Ka një gjë që për ne, kur vinë vizitorët në gjitha orët e ditës, që nga ora 10 e mëngjesit deri në orën 10 të darkës, sipas momenteve të intensitetit të diellit kuptohet që kur është për plazhdove në plazh, kur do bëjnë guidat e tyre se për të vizituar ka dhe vende të tjera, sete të tjera në pellgun e Sarandës. Deri tani ne kishim dhe shkollat, kuptohet që dhe ata kishim bërë pjesë të tyre të edukimit pamor, për të mësuar nga arti, për të mësuar nga artistët e rinj. Galeria e Arteve në Sarandë mbetet një nga hapësirat më të vizituara kulturore të qytetit, duke kontribuar në promovimin e vlerave artistike dhe turistike të zonës. Me interesin në rritje të vizitorëve dhe pritshmëritë pozitive për sezonin, institucioni pritet të vijojë të jetë një pikë e rëndësishme takimi mes artit, kulturës dhe turizmit. Për më shumë se 50 vjet, tingujt e Gajdes kanë qenë pjesë e pandare e jetës Ismail Toçkës nga Librazhdi. Me pasion dhe përkushtim, ai vjen të ruaj një nga instrumentet më të vjetra të muzikës popullore shqiptare, duke përcjell një traditë që rrezikon të humbas me kalimin e viteve. Prej më shumë se 5 dekadash, tingujt e Gajdes shoqërojnë jetën e Ismail Toçkës nga Librazhdi, në një kohë kur ky instrument tradicional po dëgjohet gjithnjë më rrallë. Ai vazhdon ta mbajë gjallë me të njëjtin pasion që kishte në rininë e tij. Dashuria për Gajden lindi që në fëmijëri, duke parë muzikantë të tjerë të interpretonin, Ismaili vendosi të mësonte vetë këtë instrument, pa mësues, por me shumë këmbgulje e pasion. Unë jam instrument nga Dravë dhe jam gajdexhi 50 vjetësh, i bi gajdes, instrumentit, edhe qëtë gajde. Me këtë kam vazhdu gjithë banë, e kam mësuar vetëm thjesht vetë, me forcët e mia, duke përnuar pasoj natën më shumë, se ditë shkosha në punë. E vrava mendin edhe mësova. Mu ky instrument që ku isha i vogël, e kisha shumë merak edhe për myrin gjatë. Edhe nuk risha do të bashku, e lash një 10 vjetë. Me jo detyrimet familjare këto, mi po e parë që nuk po ndisha mirë, shpirtërisht, e bleva prapë. Dhe është e përbërë, drurë për bushi, pipsa për kalami, edhe në kura për shtjeri ose për keti, kaqka. Është një instrument i vështirë për të mësuar dhe sot është bërë i rrallë, por kjo traditë duhet të ruhet dhe të trashëgohet nga brezat e rinj, shprehet Ismaili. Vështirësitë dhe teknika të këtij instrumenti gajdes është shumë e vështirë.
vetëm se po të mësosh ku je në moshën 10-12 vjetë që të kapish. Ka shumë gjëra se nuk ka vetëm ajo frymëmarrja që përdor, po ka një stil që krau e mban konstantët që bie ajo. Ka piksat, ka të të. Se kjo ka qenë gajde, ka qenë vekre parë, pas e ka qenë vingë të tira, tyra, gjitha. Po nuk është shumë rrallë, se zona jone ne na merë qaku i Pogradetit, Librazhdi, po jemi qathanë, e përdojmë më shumë ajo zona jone ne. Ky instrument duhet të shumë se është instrument mirë, jo se i bie unë, jo se kam unë, po shumë i lezetshëm, ka një tingull mirë, ka shumë i tingull, dhe këto janë, ka një mirë, po kjo është instrument rrallë, që ka dalë fillimi fare, s'kisha një lloj vegre, pastaj kanë dalë kjo dhe çylet. Pastaj do tjetër, kanë dalë shumë vogël tjetër. Sot, në moshën 72 vjeçare, Ismail Toçka vazhdon të nxjerrë nga gajtja të njëjtat tinguj që e kanë shoqëruar jetën e tij për më shumë se 50 vite. Për të gajtja nuk është thjesht një instrument muzikor, por një pjesë e identitetit dhe trashëgimisë kulturore që meriton të jetojë edhe në duart e brezave që do të vinë. Për 2 javë fëmijët të Gjirokastrit do të kalojnë së bashku orë argëtimi dhe zbavetje. Kjo mundësi ju jepet nga Qendra Kulturore Fato Berberi, e cila prej datës 6 deri në datën 20 korrik do të organizojë ditët e hapura. E hëna javës së ardhshme që përkon me datën 6 korrik do të shënoj startin e ditëve të hapura në Qendrën Kulturore Fato Berberi. Fëmijët e ciklit 9-vjeçar ftohen të marrin pjesë në këtë organizim për të kaluar së bashku orë argëtimi dhe zbavitje. Kurse trajnimi, lojra, aktivitete kulturore e të tjerë janë programuar të ndodhin gjatë kësaj periudhe 2 javore për fëmijët Gjirokastrit. Ky organizim vjen pas përfundimit të vitit shkollor, me qëllim argëtimin, zbavitjen e tyre gjatë ditëve të pushimeve të verës. Të ditë pushimesh verore, Qendra Kulturore Fëmijëve Fato Berberi ofron më shumë mundësi argëtimi dhe edukimi për fëmijët. Tashmë ne kemi çelur regjistrimet për ditët e hapura 2026. Bet fjalë për një organizim, për një program të veçantë organizimesh 2 javor, i cili nis në datën 6 korrik dhe përfundon në datën 20 korrik. Çdo ditë prej orës 9 deri në orën 12, fëmijët do të kenë mundësi të ndjekin rrethet jashtëkollore që ofron Qendra Kulturore Fëmijëve. Kemi parasysh që kemi shumë rrethe të suksesshme, si piano, violin, kitar, rrethin e letrarëve të rrethin e trashëgimisë kulturore, rrethin e teatrit, rrethin e kantos, rrethin e këngës polifonike, të qëndisjes dhe shumë rrethe të tjera. Pjesë e programit të ditëve të hapura do të jenë lojra, argëtimet të ndryshme. Kuptohet fëmijët, grupi fëmijëve që do të bëhet pjesë e këtij aktiviteti përket arsimit 9-vjeçar, pasi edhe Qendra Kulturore Fëmijëve ka si target grup fëmijët e arsimit 9-vjeçar. Kuptohet që do jetë një mundësi më shumë për edukimin dhe argëtimin e fëmijëve në këtë periudhë pushimesh verore. Ky organizim mbështetet nga Bashkia e Gjirokastës. Ditët e hapura në Qendrën Kulturore Fato Berberi do të zgjatin deri në 20 korrik. Ishim në minutat e ditarit informativ në RTS Gjirokastra. Unë ju falenderoj për vëmendjen, ju uroj shikim të këndshëm të programeve tona në vijim. Bashkë, mirupafshim.